I nderuar atë spiru të dashur, vlezër dhe motra më Krishtin. Zoti tha, kush do të vijë mbas meje të moj veten e tij. Pra, Zoti Krisht vendosi kushtin e parë për të qenë një dishepull i tij, një i krishterë. Do të thotë moho veten. Fjala moho veten asnjëherë nuk duhet të kuptohet të jesh një kamikaz, që të vrasësh veten, ose të bësh harakirin, siç është në disa tradita. Por të mohosh veten sipas Krishtit dhe krishterimi do thotë të heqësh dorë nga egoizmi, uni jot i smur, pasionet, vullneti yt i mëkatshëm, të jetosh sipas vullnetit të Perëndis. Shën Joan Gojarti thotë, të mohosh veten do thotë të mohosh të ndjekësh vullnetin tënd. Pra, të ndjekësh vullnetin e Zotit. Të dashur të krishterë, ne shpeshherë themi se besojmë Zotin. Madje çdo ditë ndoshta e bëjmë lutjen Atë ynë që je në qiell. Dhe aty themi u bë vullneti yt si në qiell edhe në tokë. Dhe e themi që neve i kërkojmë Perëndis të bëjmë vullnetin e tij, ashtu siç ja bëjnë ëngjëjt në qiell dhe shenjtorët. Por, edhe pse e themi këtë lutje për ditë, zakonisht ne bëjmë vullnetin ton. Kjo është arsyeja që shumë të krishterë jeton një paradoks shpirtëror. Dhe shumë të krishterë në vend që ata të bekohen nga Zoti, ata e mallkojnë veten e tyre. Jo se Zoti i mallkojnë veten e tyre, do të thotë që ata shkëputen nga providenca hyjnore dhe ecin në rrugë pa krye, që shumica të çon në humnera. Dhe pastaj kur bien në humnera, atëherë i ankohen Zotit dhe thonë, pse o Zot na ndodhi kjo? Përgjigja është se ti bëre vullnetin tënd dhe jo vullnetin tim. Do dinë se te njeriu ka 3 mendime, 3 dëshira, 3 vullnete. Një është vullneti hyjnor, që është i panegocueshëm, i pagabueshëm, që njeriu duhet t'i bindet 100%. Një është vullneti njerëzor, që shpeshherë është i gabueshëm, se është me dobësi për shkak të mëkateve, pasioneve dhe paditurisë. Dhe tjetri është vullneti djallëzor, i cili na tundon neve që të bëjmë punë të djallit, me gënjeshtrat e djallit, i cili na thot rruga që do ndjekësh është një rrugë e lumtur, por që është një humner. Prandaj, ka të krishterë me neuroza, ka të krishterë që nuk i zë gjumi, ka të krishterë që kanë probleme psikologjike. E dini kush është arsyeja? Se nuk bëjmë vullnetin e Zotit. Dhe mbi të gjitha, thonë lutjen, u bë vullneti yt si në qiell dhe në tokë dhe bëjnë vullnetin e tyre, dënojnë veten nga fjalët e tyre. Të bëjmë kujdes të dashur të krishterë. Të jesh i krishterë nuk do të thotë të kesh një emër, një llagap, të kesh një tradit, ose dhe të vish tu në kish, edhe të ndjekësh dhe shërbesa, të bësh dhe misteret, të mbash dhe kreshëm, e të jesh dhe njeri me edukat ose i mirë. Jo, nuk mjafton kjo. Nuk është ky i krishteri. I krishteri vërtet është ai që bën vullnetin e Krishtit. Këtë pra, duhet ta njohim kush është vullneti i Krishtit për ne dhe t'i bindemi 100%. Edhe në qoftë se është një rrugë e vështirë, një rrugë kryqi, sepse Krishti vazhdon edhe thot, kush do të vijë mbas meje, të marr kryqin e tij e të më ndjek pas. Çfarë është kryqi? Kryqi është vuajtje, është përpjekje, është sakrificë, është luftë kundër mëkatit. Pra, neve kemi një rrugë kryqi, që do të thotë, duhet luftojmë me veten, me botën, me djallin. 3 armiq që janë armiq më të rrezikshëm. Por, armiku më i madh i joni e dini kush është? Vetja jon. Uni jon. Djallin i bën kryqin dhe tikën. Botës i kthen krahët dhe nuk e dëgjon. Por vetës si do t'ja bësh.
Prandaj lufta më e madhe është me veten. Dhe kur mundet vetja? Kur nështrohesh vullnetit të Zotit. Këtë tha Zoti, këtë do bëj. Dhe duhet të ngresh kryqin. Pra, rruga për të vajtur në mbretërinë e Zotit nuk është një autostrad që zakonisht neve mendojmë kur fillojmë të besojmë. Sepse ka disa që thonë, unë do bëjmë i krishterë, se po bëra i krishterë, do më rregullohen problemet e familjes, do më rregullohet shëndeti, mirëqenia, dhe kur fillojnë të bëjnë krishterë dhe ecin në rrugën e Krishtit, zhgënjehen, sepse fillojnë që problemet janë, madje dhe shtohen, do njerë gjëra duken pas gjithje, po ashtu dhe shëndeti, dhe thonë, qarë, Krisht, më zhgënjeve, ti nuk isha ai që mendoja unë, ti nuk isha ai që zgjidhje me i shkop magjik çdo gjë që unë do të kërkoja. Po kush e tha që Krishti premtoi parajs në tokë? Krishti tha, kush do të vi mas meje të mohoj veten, të marrë kryqin, sakrificën, vuajtjen, vetmohimin, e të më ndjek pas. Çfarë rrugë bëri Krishti për të vajtur në mbretërinë e qiejve si njerëz, se ai Perëndi ishte dhe në parajs. Rrugën e Golgothas, duke marrë kryqin në kuriz. Jo për mëkatet e tij, por për mëkatet tona, duke marrë mallkimin ton dhe vajti dhe u bë i bindur vullnetit ynor, deri në vdekje kryqi, thot apostulli Pavli. Kjo është rruga jon. Nuk ka rrugë tjetër. Kush mendon se do shkojë në portën e parajsës dhe do hyjë nga porta e parajsës duke shmangur rrugës kryqit, gabon. Do shkojë në një rrugë pa krye dhe më e keqja është se do zhgënjehet në ditën e fundit të jetës. Do pretendoj se do hyjë në parajs, por do ta gjej veten jashtë, sepse nuk ka bërë rrugën e kryqit. Nuk është bashkëgëzuar me kryqin e Krishtit, por ka bërë veten e vet. Prandaj duhet të marrim kryqin. Kjo është arsyeja pse dhe kisha sot na vendos kryqin e Krishtit. Sot quhet e diela e faljes së kryqit. Dhe prifti, Atë Spiro dhe gjithë klerikët në kishën ortodokse, po flasim për këtu, do të nxjerrin kryqin dhe do të bëjmë një litani dhe do i falemi kryqit Krishtit. Pse? Pse vendosi kisha kryqin në mes të kreshmës? Ne jemi duke bërë një udhtim. Kreshma është udhtim. Jo abstenim dhe dietë ushqimore, që zakonisht kjo degeneron. Se fillojmë të mbajmë ushqime kreshmore, ndoshta edhe pavaj, dhe na duket se jemi okay. Dhe fillon edhe mburrja brenda vetes sonë. Na duket se kemi bërë diçka të madhe dhe Zoti tani do na japi shpërblimin. Pse? Se po mbajmë dietë ushqimore? Po kush ka thënë që Zoti kënaqet kur nuk ham dhe kur nuk pim? Jo. Kreshma është udhtim kryqi. Pra, ashtu si abstenojmë ushqimet, duhet abstenojmë mëkatin, pasionet. Dhe në qoftë se gjatë kohës së kreshmës nuk e pendes, nuk e vrasjen ndërgjegje, nuk e akuzë ndaj vetes, nuk kërkon pendim dhe rrëfim për mëkatet tua, po mban një kreshëm të gabuar. Madje një kreshëm demoniake, sepse demonët nuk hanë asnjëherë, po janë demon. Janë armiq të Zotit. Kështu që nuk na bën kreshma neve të pajtuar me Perëndin. Si thot apostulli Pavli, dhe mbretëria e Perëndis nuk është në të ngrënat pira, por në drejtësi, në të vërtetë dhe në paqe. Prandaj ti kuptojmë gjërat tamam, por kjo nuk do të thotë që të injorojmë kreshmën, sepse ai që nuk kreshmon nga një ushqim, kur nuk do kreshmoj nga një pasion. Prandaj fillojmë atje ku e prishëm, te ushqimi, që të ndryshojmë të gjithë qenien tonë dhe të ngrejmë kryqin. Kisha na vendos kryqin në mes kreshmës, që të na jemi fuqi nga lodhja. Ashtu si dikush ecën në një shkretir dhe lodhet, kërkon një vend me hije, një vend me ujë, të freskohet, që të marrë fuqi të vazhdojë këtë udhtim, edhe kisha sot na çon në oazin e kryqit. Puthim kryqin e Krishtit, i falemi kryqit Krishtit, marri fuqi nga kryqi Krishtit, merr kuptim kreshma dhe vazhdojmë të udhtim të kryqi drejt Krishtit kryqëzuar,
se po shkuam te Krishti i kryqëzuar, që është në të premten e madhe, nuk mund shkojmë te Krishti i ngjallur. A e kuptoni? Kjo pra është rrugtimi dhe kisha prandaj na vendos kryqin që t'i falemi dhe t'i japim kuptim kreshmës dhe të marrim fuqi nga kryqi i Krishtit. Sepse nëse ne kryqin ton do ta mbajmë vetëm për vete dhe nuk do ta bashkojmë me kryqin e Krishtit, kryqi ynë do të bëhet një mallkim. Bani mend që bashkë me Krishtin u kryqëzuan 2 veta, 2 hajdut, 2 kriminal. Është gjithë raca njerëzore. Të gjithë jemi hajdut e kriminal. Pak a shumë. Të gjithë kemi mëkate. I kemi borxh Zotit. Por ai që ishte në të djathtë, i kryqëzuar krah Krishtit, u pendua. Dhe kryqi i tij u bë një shkallë për të vajtur bashkë me Krishtin parajs. Kurse ai që ishte në të majt, vuante dhe ai në kryq, po mallkoi dhe shaj. Dhe kryqi i tij u bë një shkallë për të vajtur në ferr. Pra vuajtja që ne mbajmë, se të gjithë vuajnë, të gjithë kanë kryqe. Secili ka kryqin e vet, por nëse e bashkojmë me kryqin e Krishtit, bëjmë bindje ndaj vullnetit të Krishtit, mojmë egon ton, ne do të shkojmë me anë të këtij kryqi në parajs. Ndryshe, nëse ne në vuajtje shajmë, mallkojmë, ankohemi, atëherë do shkojmë në ferr. Dhe e fundit që do të them, sot bën një luftë e madhe kundër kryqit. Madje edhe me ligje që vijnë nga vende dhe të qytetarizuara të krishterë që nga shekujt e parë, dhe është një problem sot në Evropë për të hequr shenjën e kryqit nga vendet publike, nga shkollat, sepse thonë që kjo është një ndikim në kulturën e gjerë që është sot në Evropë, sepse mund të kemi dhe njerëz që nuk i besojnë kryqit dhe si mund të imponojmë ata. Por, si u ndërtua Evropa? Si u ngrit ky qytetërim i Evropës që vazhdon deri më sot? Nga kryqi i Krishtit. Se kur pranoi Konstantini i Madh kryqin e Krishtit dhe ngriti një shtet perandorin romake mbi parimet ungjillore, lulëzoi Evropa dhe është deri më sot. Por nëse Evropa dhe ne që jemi pjesë e Evropës dhe bota do të heqë kryqin, çfarë do ndodhi? Jo se humbet Zoti, do mbasim neve, sepse ikën bekimi, ikën kuptimi i jetës që është një sakrificë vetëm dhe dashuri për Zotin dhe për të afërmin. Dhe fillon rebelimi, arroganca, vllavrasja, lufta. Prandaj sot kemi këtë konflikt në botë, që nuk është thjesht në një rajon, është i përbotshëm dhe përshkallëzohet, sepse njerëzit po ikin nga kryqi i Krishtit dhe do vuajnë mëkatet e tyre. Prandaj, ne të krishterët kemi detyrën ta mbajmë kryqin e Krishtit, ta mbajmë dhe ta lartësojmë, jo vetëm për vete, po për të shpëtuar botën, sepse nuk ka shpëtim as ne, as bota pa kryqin e Krishtit. Dhe kjo është arsyeja që dhe apostulli Pavli tha: unë nuk do mburem me gjë tjetër, vetëm me kryqin e Krishtit, ku bota është kryqëzuar në mua dhe unë në botën. Amin.